Ka një forcë psikologjike, shpesh e padukshme, që na shtym të veprojmë në mënyra që ndonjëherë nuk i kuptojmë as vetë, sidomos në punë. Të gjithë e njohim fjalën mohim, por a e dim se si funksionon në të vërtetë? E po, përgatituni, sepse është më e komplikuar dhe më interesante nga sa mund të mendohet. Le t'i hyjmë thellë kësaj teme. Okej, seksioni i parë. Një realitet shumë i dhimbshëm. Të gjithë e njohim atë ndjesinë, atë gropën në stomak kur e kupton që ke bërë një gabim të madh. Dhe pyetja që lind menjëherë është, pse? Pse është kaq e vështirë ndonjëherë pothuajse e pamundur të përballesh me këtë të vërtetë? Ja pra, kjo është pyetja kyçe. Pse është kaq e vështirë të thuash thjesht kam gabuar? Edhe kur provat janë aty, të qarta, bardhë e zi, diçka brenda nesh lufton me dhëmpe me shpirt për të mos e pranuar. E po, përgjigja qëndron te një mekanizëm mbrojtës tepër i fuqishëm dhe plotësisht i pavetishëm. Seksioni 2. Çfarë është saktësisht ky mohim psikologjik? Mirë, le t'i japim një emër kësaj dukurie. Psikologët e quajnë mohimi i thjesht psikologjik për shmangjen e dhimbjes. E di, emri është pak i gjatë dhe tingëllon akademik, por mos u tremni. Ideja në thelb është e pabesueshme sa e thjesht. Dhe ja ku është thelbi e gjithçkaje. Kur realiteti bëhet shumë i dhimbshëm për tu përballuar, truri thjesht e mohon, automatikisht. Dhe kjo është pika kyçe, nuk është një gënjeshtër e ndërgjegjshme. Askush nuk vendos të mohoj. Është një refleks, sikur të rrhiqni dorën nga zjarri. Është një mburojë emocionale që ngrihet për të na mbrojtur nga turpi, nga frika, nga ndjenja se jemi të paaft. Ndodh pa e kuptuar fare. Në thelb është sikur truri ynë të thotë me vete, në mënyrë të pavetdijshme. Opa, stop. Ky realitet është shumë i dhimbshëm, nuk e përballoj dot. Më mirë të bëj sikur nuk ekziston. Kur e vërteta kërcënon vetë imazhin ton, atë idenë që kemi për veten, truri thjesht i përplas derën fytyrë. Bum. Gjithçka për të ruajtur ekuilibrin ton emocional. Dhe tani, le ta sjellim këtë në botën reale, në zyrë. E shohim kudo. Tek ai punonjësi që edhe pse të gjitha provat tregojnë për të këmbgul, nuk isha unë, duhet të jetë gabim sistemi. Ose tek ai menaxheri që të gjithë e dinë se ka një sjellje abuzive, por ai vetë e sheh veten si lider i mirë. Madje edhe më keq, tek ata që janë viktima të bulizmit dhe për muaj të tërë i thon vetes: po e egzagjeroj, nuk është ndonjë gjë e madhe. Pse? Sepse të pranosh dhimbjen e plot është thjesht tepër e vështirë. Të gjitha këto janë fytyra të ndryshme të së njëjtës bishe, mohimit. Seksioni 3. Për ta kuptuar edhe më mirë, le të marrim një rast studimor. Do ta quajmë rasti i Erisit. Kjo do na ndihmojë të shohim se si ky proces shpaloset hap pas hapi. Pra, situata është kjo. Kemi një punonjës, Erisin. Ai ka bërë një gabim goxha serioz në një raport financiar. Diçka që ndodh, fatkeqësisht, por pasojat e këtij gabimi, ato janë të mëdha. Po flasim për një humbje financiare prej 20.000 eurosh. Tani, ndaluni për një moment dhe imagjinoni barrën psikologjike. Të pranosh që ti je shkaku i një humbje kaq të madhe është një dhimbje të tmerrshme. Dhe pikërisht në këtë moment, truri i Erisit shtyp butonin e emergjencës. Dhe ai buton quhet mohim. Dhe ajo që ndodh më pas është thjesht fascinuese. Mohimi i Erisit kalon në 4 faza të dallueshme. Faza e parë, mohimi i pastër, i drejtë për drejtë. Unë nuk kam bërë gabim, sistemi është problemi. Por kur kjo nuk mban më, truri i tij bëhet më kreativ. Faza e dytë, ndryshimi i realitetit. Ai fillon të bind veten se ndoshta dikush tjetër i ndryshoi të dhanat pas tij. Më pas, faza e tretë, transferimi i fajit. Nuk mund të jem vetëm unë, edhe kolegët kanë pjesën e tyre të fajit. Dhe në fund, kur nuk ka më ku të kapet, faza e katërt, ndryshimi total i fokusit. Fillon të flas për orët e gjata, për stresin, për mungesën e trajnimeve, çdo gjë përveç gabimit. Kujdes, këto nuk janë gënjeshtrat planifikuare, janë manovra të dëshpëruara të mendjes së tij për t'i shpëtuar dhimbjes. Seksioni 4. Okej, e kuptuam problemin. Tani vjen pjesa më e vështirë dhe më e rëndësishme. Si të veprojmë drejt. Ku jemi ne menaxheri, ose kolegu, ose pjesë e hërëvit që përballet me dikë si Erisi, çfarë bëjnë? Dhe këtu vjen rregulli i artë, ndryshimi thelbësor i perspektivës. Duhet ta kuptojmë këtë. Personi përballë nesh, në shumicën e rasteve, nuk po gënjen me qëllim. Ai po mbrohet. Po mbrohet nga një realitet që i duket i papërballueshëm. Në momentin që e kupton këtë, gjithçka ndryshon. Nuk ke më përballë një armik, por një person që ka nevojë për ndihmë për të parë të vërtetën. Kjo do thotë që taktikat tona të zakonshme,
Thjesht nuk funksionojnë. Agresioni, presioni, akuzat direkte e vetma gjë që bëjnë është ta bëjnë murin e mohimit edhe më të lartë dhe më të fortë, sepse bëjnë realitetin edhe më të frikshëm. Ajo që funksionon është krejt e kundërta, qetësi, kthim te faktet pa gjykim, dhe më e rëndësishmja, ndarja e personit nga gabimi. Kjo krijon siguri psikologjike. Pra çfarë do të thotë kjo në praktik? Së pari, ktheu gjithmonë te faktet konkrete, pa emocion. Jo, ti bëre këtë gabim, por raporti tregon këtë shifër ndërsa duhet të ishte kjo tjetra. Së dyti, ndaje personin nga gabimi. Thuaj, këtu ka ndodhur një gabim, jo ti gabove. Kjo heq sulmin personal. Së treti, krijoj një mjedis të sigurt, dhe së katërti, bëj pyetje neutrale, bashkëpunuese. Diçka si: "Okej, a mund të më ndihmosh të kuptojmë së bashku se si kemi arritur te ky rezultat?" Kjo e fton personin të bëhet pjesë e zgjidhjes, jo pjesë e problemit. Seksioni i 5 dhe i fundit. Dhe tani mund pyesni, "Okej, interesante kjo psikologjia, por pse ka kaq shumë rëndësi për biznesin?" E po, ka rëndësi etike. Implikimet e këtij fenomeni të vogël individual janë absolutisht masive për një organizat të tërë. I famshmi Charlie Munger, partneri i Warren Buffett, e quante këtë një nga tendencat më të rrezikshme në botën e biznesit. Pse? Sepse imagjinoni një kompani ku ky mohim nuk menaxhohet. Ai bëhet si një virus, kthehet në kulturë. Dhe çfarë prodhon kjo kulturë? Njerëz që kurr nuk i pranojnë gabimet. Njerëz që gjithmonë gjejnë justifikime. Dhe një mjedis ku askush nuk merr përgjegjësi është receta perfekte për katastrofë. Dhe në fund të ditës, ja cili është rezultati. Vendime të këqija dhe organizata të verdhër. Një kompani që nuk mund ta shohë të vërtetën për veten e saj, sepse e vërteta është shumë e dhimbshme, është si një anije që lundron paradar në mes të stuhisë. Ajo merr vendime bazuar jo në realitet, por në një përrall që i tregon vetes, dhe herët avon do të përplaset. Dhe kjo na sjell te pyetja e fundit, një pyetje për të gjithë ne, për te zyrës në jetën tonë personale, në vendimet e mëdha dhe të vogla, në cilat prej tyre mund të jetë duke ndikuar ky mohim i padukshëm. Nga cila e vërtet e dhimbshme po na mbron, por në të njëjtën kohë, nga cili mësim apo rritje po na man larg. Kjo është diçka për tu menduar. Ju falenderit.